Pas viteve të tëra pritje, monumenti I njohur Shqiponia që dikur përshëndeste udhëtarët në hyrje në Tiranë, ka gjetur më në fund shtëpinë e vet të re në Kukës. Në rreth rrotullimin e Gostilit, aty ku rruga e Kombit ndahet drejt aeroportit ndërkombëtar të Kukësit, tashmë ngrihet krenare Shqiponia prej Qeliku me krahat e hapur mbi Alpet e Verilindjes. Punimet për vendosjen e saj kanë përfunduar, ndërsa mbeten vetëm ndërhyrjet dekorative për ta kompletuar hapësirën që do të shndrohet në një pikë të re identitare për Kukësin. Vepra monumentale është një dhuratë e biznesmenit dhe filantropit Lazim Destani, I cili ka zgjedhur të lidhë simbolikisht këtë monument të pavarësisë me një qytet që vetë është bërë sinonim I qëndresës dhe mikpritjes shqiptare gjatë luftës në Kosovë. E derdhur në qelik të rënd, Shqiponia arrin në një lartësi prej 10 metrash, 6 metra Shqiponia dhe 4 metra vazamenti dhe mbart historinë e një simboli që dikur I përkiste kryeqytetit, që prej vitit 2012 ajo qëndronte në rreth rrotullimin e doganës në Tiranë, duke u kthyer në një pikë referimi për udhëtarët dhe qytetarët. Por në vitin 2018, për shkak të punimeve të Unazës së Madhe, monumenti u hoq dhe mbeti për një kohë pa vendbanim. Tani 7 vite më vonë, Shqiponia kthehet këtë herë në Kukës, duke u bërë pjesë e peizazhit të një qyteti dhe zone që ndan me të njëjtin frymëzim bashkimin dhe krenarinë kombëtare.